Në 3 vitet e fundit që kam vendosur për të jetuar i lirë, që kam vendosur për të mbajtur pastër trupin, mendjen dhe shpirtin, që kam vendosur për të shpëtuar nga varësitë e mia, në këto 3 vite, në datën 31 maj dhe 1 qershor ndaloj dhe reflektoj mbi vitin që ka kaluar, si ka qenë, cilat kanë qenë vendimet e mira që kam marrë, cilat kanë qenë gabimet që kam bërë, dhe si mundet të mbaj sa pastër trupin, mendjen dhe shpirtin, dhe cilat janë objektivat për vitin e ardhshëm. Është një diçka që më ka ndihmuar shumë të përmirësoj si njerit, përmirësoj si baba, dhe të përmirësoj dhe programin Kujdesu për veten dhe t'jap një shërbim sa më të mirë për gjithë ata që më ndjekin dhe të gjithë ata që bëjnë trajnimet tona. Këtë vit, në datën 31 maj dhe 1 qershor do jem në Shqipëri. Në datën 31 maj do jem te Hotel Dorositi, ku do jap mundësinë të gjithë atyre që më ndjekin për t'u takuar nga afër dhe ta bëjmë këtë punë bashkë. Ta bëjmë këtë punë nga afër me ushtrime, të kalojmë një ditë të reflektojmë në si ka qenë viti jonë i kaluar, cilat kanë qenë gjërat që na kanë ndikuar më shumë, cilat kanë qenë vendimet që na kanë bërë më shumë dëm apo varësitë, dhe si mund të përmirësojmë vitin tonë të ardhshëm që kur të takohemi vitin tjetër të kontrollojmë nëse jemi sjell mirë dhe kemi arritur objektivat tona apo jo. Kjo punë më pëlqen që ta bëjmë bashkë, pra e bëj me veten time, më pëlqen që të punojmë gjithë së bashku për të përmirësuar jetën tonë, duke kuptuar sjelljen tonë. Në datën 1 qershor e kaloj vetëm, atë ditë e kaloj vetëm, i dedikohem vetes time, i dedikohem të kaluarës time. E kaloj atje ku kam qenë fëmijë, reflektoj, mundohem të njoh sa më shumë veten time, të zbuloj akoma më shumë cilat janë talentet e mia, cilat janë pasionet e mia, pra kaloj një ditë me veten time. Jam i bindur që këto teknika të ndihmojnë shumë, të respektosh më shumë veten tënde, të japësh më shumë vlera vetes. Nëse ke dëshirë të jesh me ne datën 31 maj te Hotel Dorositi, mundet të shkruash një mesazh dhe të rezervosh vendin tënd. Turoj gjithë mirat, kujdesu për veten.